アルバニア労働党第4回大会にあたり、私は日本共産党中央委員会の委託を受けて、全党員を代表して心から挨拶を送ります。あなた方の人民共和国が成立15周年を迎え、第3次5カ年計画が出発点に立ったちょうどその時、あなた方のアルバニア人民の指導と、アルバニア労働党の全国大会で開かれることは特に意義深く思います。アルバニア人民は帝国主義侵略と国内反動勢力に対する長期の不屈の戦いを通じて真の人民権力を打ち立てます。アルバニア人民は今、あなた方の党の指導のもとに団結を固め、帝国主義者の圧迫及び挑発、並びにユーゴスラビアの修正主義者の破壊活動と徹底的に戦いながら、かつての遅れた農業国をすでに農業工業国に変え、今それを現代的な工業農業国に変える任務に直面しています。アルバニア人民は第2次5カ年計画の目標を超過遂行し、農業共同化の課題も予定より早く達成し、今、新たな高い目標を目指して前進しています。社会主義建設の事業は、人類史上最も高位ある事業であるとともに、複雑かつ困難な事業であります。しかし、ソビエト連邦は、マルクス主義レーニン主義の教えを導きとして、世界で最初に社会主義建設に成功し、今日ではすでに共産主義に向かって巨歩を進めています。ヨーロッパとアジアの社会主義陣営のその他の諸国も、このソビエト連邦の経験によって豊富にされたマルクス主義レーニン主義の教えを導きとして、今日成功的に社会主義建設を進めています。社会主義陣営の一家族です。社会主義諸国の人民との固い友好協力のもとに、精力的に行われている帰国の社会主義建設は、すべての障害、困難を克服して、輝かしい最後の勝利を収めるでありましょう。帝国主義者も、修正主義者も、あなた方の成功を妨げることはできません。1960年11月にモスクワで開かれた各国共産党労働者党代表者会議は、国際共産主義運動の不動の団結を今一度示す。この会議で採択された声明は、各国人民の行く手を照らす偉大な綱領となっています。あなた方の社会主義建設への成功は、この国際共産主義運動の発展への大きな寄与となるでしょう。第3次5カ年計画草案によると、1965年には工業総生産高が1960年に比べて 52% 増加し、農業生産が 72% 増加することになります。こうしたあなた方の成果は、資本主義の世界で社会主義を目指して戦う我々を強く励まさずにはおきません。アルバニア労働党と政府、人民は一貫して平和外交政策を堅持し、社会制度の異なる国家間の平和共存のために努力し、アメリカ帝国主義の戦争侵略政策と戦い、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの民族解放闘争を支持してきます。我々日本人民が日米軍事同盟条約、アイゼンハワー来日に反対して戦っているときも、あなた方は熱烈な共同闘争の声を送ってくれます。これはあなた方のプロレタリア国際主義の高い精神の表れであり、ここで我々は改めて感謝の言葉を送ります。あなた方の16年来の成功は我々共通の成功であり、あなた方の力の強化は我々共通の力の強化です。なぜなら我々両国の党と労働者は地理的に遠く離れていても共通の目標を持ち、共にアメリカ帝国主義と戦い、世界平和擁護の共同の戦線に立っているからです。両国の党と勤労者の絆は、今後の戦いの中でさらに鍛えられ、強化されていかなければならない。そうなるでありましょう。1960年のモスクワ声明が指摘する通り、国際的力関係は平和、民族独立、民主主義、社会主義の勢力に、ますます有利な方向に発展しております。我々が国際的な統一と団結を固め、帝国主義戦争放火者と断固戦うならば、我々は平和を守り、
ちょうどの授業の最後の勝利に導くことができるでしょう。我々日本の共産主義者と人民は、あなた方と手を支え、あらゆる困難を蹴って、この道を進んでいくことを確信しています。期待会が所定の成功を収め、党と人民のマルクス主義、レーニン主義的団結がさらに強まり、アルバニアにおける社会主義建設の事業が一層発展することを願ってやみません。アルバニアにおける社会主義建設の一層の発展万歳。アルバニア人民の前衛、アルバニア労働党万歳。マルクス主義、レーニン主義万歳。国際共産主義運動の団結万歳。Përshëndetje e delegacionit Partisë Komuniste të Japonisë në Kongresin e 4 të Partisë së Punës së Shqipërisë. Është një ngjarje e shënuar fakti që Kongresi i Partisë Udhëheqëse të Popullit Shqiptar i Partisë së Punës së Shqipërisë u mblodh pikërisht në një kohë kur Republika juaj popullore forca festoi 16 vjetorin e saj dhe qëndron në pragun e planit të tretë të 5 vjeçar. Populli shqiptar vendosi pushtetin e tij me të vërtet popullor, duke kaluar një rrugë të gjatë të lufte të pandërprerë kundër agresionit imperialist dhe forcave të brendshme reaksionare. I bashkuar në udhëheqjen e partisë suaj dhe duke bërë një luftë konsekuente, si kundër presionit dhe provokacioneve të imperialistëve, ashtu dhe kundër vepritarisë minuse të revizionistëve jugosllav, populli shqiptar e shndroi Shqipërinë nga një vend i pravambetur agrar në një vend agrar industrial dhe sot qëndron përpara detyrës së shndrimit të tij në një vend modern industrial agrar. Populli shqiptar i realizoi detyrat e planit të dytë 5 vjeçar para afatit, realizoi detyrën e kolektivizimit të bujqësisë dhe po shkon përpara për të arritur qëllime të reja të larta. Ndërtimi socialist është vepra më e lavdishme në historinë e njerëzimit, por kjo është njëkohësisht një punë e ndërlikuar dhe e vështirë. Duke udhëhequr nga doktrina e marksizm-leninizmit, Bashkimi Sovjetik i pari në botë e ndërtoi me sukses socializmin dhe tani po ecën me hapa të mëdha drejt komunizmit. Vendet e tjera të kampit socialist në Evropë dhe Nazi, duke u mbështetur me eksperiencën e Bashkimit Sovjetik dhe duke udhëhequr nga doktrina e pasuruar e marksizm-leninizmit, po kryejnë sot me sukses ndërtimin e socializmit. Shqipëria, duke qenë anëtare e familjes kompakte të kampit socialist, po ndërton socializmin me të gjitha energjitë e saj në bashkëpunim të ngushtë vllazëror me popujt e vendeve të tjera socialiste. Ndërtimi i socializmit në vendin tuaj po kurorzohet me fitore të shkëlqyera, duke kaluar të gjitha pengesat dhe vështirësitë. As imperialistët, as revizionistët nuk janë në gjendje t'i pengojnë sukseset tuaja. Mbledhja e përfaqësuesve të partive komuniste dhe punëtore që u bë në Moskë në nëntor të vitit 1960 tregoi edhe një herë unitetin e pathyeshëm të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, kurse deklarata e aprovuar në këtë mbledhje u bë programi i madh që u ndriçon rrugën popujve të botës. Sukseset e ndërtimit socialist në Shqipëri janë një kontribut i madh në zhvillimin e lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Në projekt planin e tretë 5 vjeçar, parashikohet që më 1965 prodhimi i përgjithshëm industrial do të rritet 52% dhe prodhimi bujqësor 72% në krahasim me vitin 1960. Gjithë kjo nuk mund mos të shërbejë si shembull frymëzues për ne që rrojmë në botën kapitaliste dhe që luftojmë për socializëm. Partia e Punës e Shqipërisë, qeveria shqiptare, populli i Shqipërisë kanë ndjekur vazhdimisht dhe në mënyrë të palëkundur një politikë të jashtme paqësore. Janë përpjekur për bashkëekzistencën paqësore të shteteve me sisteme të ndryshme shoqërore, kanë luftuar kundër politikës së luftës dhe të agresionit të imperializmit amerikan, kanë përkrahur lëvizje nacional-shqiptare të popujve të Azisë dhe të Amerikës Latine. Kur populli japonez u ngrit në luftë kundër marrëveshjes ushtarake japono-amerikane dhe vizitës së Eisenhowerit në Japoni, arriti deri tek ne, zëri i popullit shqiptar, i cili e përkrahu nxehtësisht këtë luftë. Le të përfitojmë nga rasti për të falënderuar edhe një herë për këtë shprehje të frymës së lartë të internacionalizmit proletar. Sukseset që keni arritur gjatë këtyre 16 vjetëve janë gjithashtu sukseset tona. Forcimi juaj do të thotë edhe forcimi ynë. Forcimi juaj do të thotë edhe forcimi ynë, sepse partitë tona dhe punëtorët e vendeve tona
megjithse nga pikpamja gjeografike ndodhen larg njëri tjetrit, kanë qëllime të përbashkëta, luftojnë së bashku kundër imperializmit amerikan dhe qëndrojnë në një front të përbashkët të luftës për paqe në të gjithë botën. Lidhjet që bashkojnë partitë tona dhe punonjësit e vendeve tona duhet dhe mund të kaliten e të forcohen akoma më shumë në luftën e mëtejshme. Siç thuhet në deklaratën e Moskës të vitit 1960, raporti i forcave në arenën ndërkombëtare ndryshon gjithnjë më shumë në favor të forcave të paqes, të shërimit kombëtar, të demokracisë dhe socializmit. Nëse ne do ta forcojmë unitetin dhe kompaktësinë ndërkombëtare dhe do të luftojmë me vendosmëri kundër nxitësve të imperialistë të luftës, ne do të mund ta mbrojmë paqen dhe ta çojmë çështjen tonë të përbashkët deri në fitoren e saj përfundimtare. Ne kemi besim të patundur se ne komunistë japonesë dhe populli japonez, krah për krah me ju, do të ecim në këtë rrugë duke kaluar të gjitha vështirësitë. I urojmë me gjithë zemër sukses të plot Kongresit të 4 të Partisë së Punës së Shqipërisë. Urojmë që të forcohet akoma më shumë kompaktësia marksiste-leniniste e popullit tuaj. I urojmë popullit shqiptar suksese akoma më të mëdha në ndërtimin e socializmit. Rroftë zhvillimi më tejshëm i ndërtimit socialist në Shqipëri. Rroftë pararoja e popullit shqiptar, Partia e Punës së Shqipërisë. Rroftë marksizëm-leninizmi, rroftë kompaktësia e lëvizjes komuniste ndërkombëtare.